Këtë momente me lidhjet me gazetarët tanë, të cilët siç tash janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë, ne shohim që kemi gati për këtë pjesë të parë të transmetimit Ervin Koçi nga Parku Olimpik, gjithashtu Onela Jotin nga Fieri, Xhaveri Çardakun i cili raporton nga Lezhë dhe Artin Halili nga Korça. E nisim me Ervin Koçin i cili raporton nga Parku Olimpik. Ervin, përshëndetje edhe mirë se vjen në këtë lidhje të drejtpërdrejtë me studion e A2 CNN, cilat janë informacionet më të fundit që na sjell në këtë transmetim. Sa i përket votimit nga jashtë, procesi duket se tashmë është futur në normalitetin e tij, ku pas vendimit të komisionerit Ilian Celibashi, numërosit kanë filluar të administrojnë të gjithë fletët e votimit nga gjithë qarqet e vendit, ku të dhënat e para flasin për një dominim të Partisë Socialiste. Janë numëruar rreth 3000 fletë votimi, nga të cilat 1954 janë në favor të Partisë Socialiste dhe 1054 në favor të Partisë Demokratike. Vlen theksohet se këto janë cifra të përgjithshme në rang kombëtar të votës së diasporës, por nëse i ndajnë në qarqe, shohin që Partia Demokratike ka një dominancë në qarkun e Kuksit, ndërsa Partia Socialiste ka një dominancë edhe më të madhe në qarkun e Beratit. E njëjta gjë duket se vjen të re në Durrës dhe në Vlorë, ku Partia Socialiste tashmë duket se ka një avantazh numerik sa i përket mbështetjes nga diaspora. Sa i përket votimit për procesin, sa i përket numërimit për procesin e votimit brenda vendit, vlen theksohet që pas janë numëruar pak më shumë se gjysma të gjithë kutive në rang vendi Partia Socialiste, duket se ka arritur të konfirmojë një numër të konsiderueshëm votash mbështetëse ku të përkthyera në mandatet, paktën deri në dhënat e tanishme. Partia Socialiste duket se shkon drejt 83 mandateve parlamentare, një numër, mund themi, goxha më i lartë se sa në zgjedhjet parlamentare të 2021, duke pësuar një rritje, mund themi, me 9 mandate parlamentare krahasuar me 74 të cilat i morin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Ndërkohë, deri në këtë moment, Ervin, nuk besoj se ka ndonjë gjë për të shënuar, ndonjë incident apo problem në Parkun Olimpik gjatë procesit të numërimit, diçka që ja vlen të thuhet për teleshikuesin? Sa i përket numërimit të votave të diasporës, Partia Socialiste është në pritje të një akti të Komisionit Ankimeve dhe Sanksioneve pranë KQZ-s. Pasi ka ankimuar në këtë organ vendimin e komisionerit Celibashi, i cili vendosi që fletët e votimit të Greqisë të mbahen mendjan dhe do mos qyrtohen momentalisht nga ana e numëruesve për të kaluar dhe ngërçën që krijua mbrëmjen e dieshme. Mbetet përpara se cili do të jetë vendimi i kasit, nëse do ta lënë fuqi vendimin e Celibashit apo do ta rrëzojë atë. Në rast se do të ketë një rrëzim të aktit të Celibashit, atëherë numëruesit pranë Parkut Olimpik do të jenë detyruar të marrin në administrim edhe fletët e votimit të ardhura nga Greqia, dhe në rast të bllokimi ka gjithmonë një mekanizëm zhbllokues, që është zëvendësimi i numëruesve me anëtar të emëruar kryesisht nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të falenderoj shumë, Ervin, për këtë informacion që na solli dhe të uroj punë të mbarë dhe miru dëgjofshim në ndajmet e nderuar teleshikues nga Ervin Koçi, i cili na raportonte nga Parku Olimpik dhe